sipas New York Timesit raportohet që një marrëveshje që mund të jetë e Shtetet Bashkuara të Amerikës për Groenlandën mund të jetë ngjashme me atë të Britanisë me Kiprin. Dhe ka disa pika, Shtetet Bashkuara do të kenë aty disa vende small pockets of land brenda Groenlandës. Shtetet Bashkuara do të përfshihen në të drejtat për mineralet e Groenlandës. Rusia dhe Kina nuk do lejohen që të futen në asnjë mënyrë aty. Do të instalohet ajo që konsiderohet Golden Dome. Të lutem, vetëm një ndërhyrje Redo, edhe e mbyll pastaj ende, më fal. Do ta mbaroj edhe këtë pastaj ndërhyrje dhe e fundit është hap dyert për investimet infrastrukturore të. Po t'jap vetëm një shembull vërë për politikën e jashtme të Shtetit Bashkuar të Amerikës duke pas parasysh rrethanat historike. Lufta e dytë botërore. Danimarka pushtohet nga Gjermania. E di çfarë ndodh Groenlandës? Pushtohet nga Shtetet Bashkuara të Amerikës. Islanda, shtet independent, pushtohet nga Shtetet Bashkuara të Amerikës. Me të dyja këto vende më pas, sidomos me Islandën dhe me Danimarkën, pushtohet në kuptimin klasik të fjalës. Fatikisht u lidh një marrëveshje nga ambasadori. Ushtaraki nga priti. S'është interesante, jo. Interesante kjo. Qeveria e Danimarkës shkon në Londër. Nuk ka sovranitet mbi territorin, se s'ka as ushtri as gjë. Dhe nënshkruhet një marrëveshje mes qeverisë që njeh Britania e Madhe dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe pushtohet natyrisht aty nuk kishte forca gjermane. Nuk e di a kanë zbarkuar ndonjëherë gjermanët në Groenland. Prit, Islanda, shtet independent, pushtohet. Natyrisht Shtetet Bashkuara të Amerikës nuk e aneksojnë Islandën, por vendosen Islandë të rinë duke ditë deri nga vitet 50 dhe tërhiqen. Do të them këtë që në qoftë se ti e shef nga pikpamja e mënyrës se si shteti logjikon sigurinë e vet, e kanë bërë. Dhe në qoftë se është çështja e sigurisë, natyrisht me të njëjtat terma mund të bëhet pa kaluar në aneksim. Nevoja gjatë luftës së dytë lindi për faktin që ishin karavanet e anijeve, të cilat ndihmonin Bashkimin Sovjetik në atë kohë, kalonin në detin e Veriut, kalonin në zonën e Atlantikut Veriut komplet dhe kalonin afër Groenlandës, kalonin afër Islandës. Dhe normalisht shërbenin edhe si baza logjistike, po edhe si pika për të siguruar, po themi që nuk kishte ndonjë infiltrim gjerman në atë zonë. Pra, karavanet ishin më të sigurta, të kishin të baza aty ku të kalonin. Sepse kalonin që aty edhe shkonin në do të thënë, po ta shikosh në hartë, pak a shumë, kalonin do të thënë nga Amerika, kalonin këtu në këtë zonë dhe shkonin futeshin sipër Norvegjisë, port të lirë, do të thënë në luftën e parë, Murmansk, ose në Arkangelsk. Dhe shkonin direkt këtu. Nga dishën e Kolis. Kjo ishte arsye që Shtetet Bashkuara të Amerikës ishin të interesuar që të mos kishte prezencë gjermane as në Groenland as në Island, pikërisht për faktin që për të siguruar këtë lëvizshmëri të karavaneve. Dhe vendosën prezencën aty e cila u bën në marrëveshje me qeverinë, po themi daneze, e cila normalisht nuk është se kishte kontrollin, por edhe nuk mund të kesh kontrollin. Tani Groenlanda është një lloj sikur s'ka polin e Veriut. Do të thënë është një vend i cili gjithë ai ishu që shikonti ka vetëm 60 km rrugë. 50.000 banor. Dhe 60 km rrugë sepse gjithsej mund të jetë, do të thënë, është shumë i vogël. Pjesa tjetër, pse është e gjitha, është me akull, është temperaturë jashtëzakonisht të tmerrshme, do të thënë, dhe po ta shikosh edhe nga pikpamja atyre që thuan ta nisim me mineralet e rralla një herë. Mineralet e rralla sot ata në botë kanë 1.4% të mineraleve të rralla në botë. Groenlanda. Tani 47% i ka, po themi, Kina. Rreth 24% i ka Brazili. Dhe Groenlanda është, po themi, në vendin e 8 në botë, pavarësisht sipërfaqes shumë të madhe, është vendin e 8 me 1.4%. Edhe Vietnami ka 4% të mineraleve. Vietnami është më i pasur se sa Groenlanda, përsa i përket mineraleve të rralla. 3 herë më shumë se sa Groenlanda. Për doni den. Nuk është kjo mrekullia e mineraleve të rralla që është aty. Dhe për më tepër mineralet e rralla aty nuk shfrytëzohen dot për shkak të kostove të jashtëzakonshme që duhet. Për t'i nxjerrë. Jo vetëm për t'i nxjerrë, do të thënë, po edhe për t'i transportuar, sepse ajo është atje, do të thënë, transporti që bëhet atje s'ka infrastrukturë fare. Do të thënë, transporti që bëhet aty o bëhet me slita me qenë, do të thënë, këto transporti toksor, ose duhet bërë nga ajri, nëpërmjet, po themi,
avionëve edhe ose nëpërmjet detit, por që duhet kalosh prapë në parakullaja. Pra, kostoja për të nxjerrë ato minerale është e jashtëzakonshme. Kjo është arsye që ato burime minerale që kanë qenë aty nuk janë shfrytzuar, sepse nuk ja vlen bara që Iran. Më shumë harxhon, është kosto më e madhe për të nxjerrë ato minerale se sa për të përfituar nga minerale. Cila është arsyeja, Endri? Dhe arsyeja është kësaj përplasje të Europës me SBA-n. Nuk është përplasje e Evropës me SBA-n, është me Trumpin në vetvete. Makroni ke parasysh atë mesazhin që nxorri Trump? Kanë tentuar disa herë blerjen e Danimarkës, Groenlandës, që në 1860 domethënë që kanë bërë propozimin e parë. Sepse ashtu janë rritur. Shtetet Bashkuara të Amerikës kanë blerë territorin e Louisianës për shembull dhe blena franceze, që u rritën Kaliforninë, Alaskën. Me Kaliforninë, me Alaskën, me të tjerë. Pra, vazhdimisht kanë tentuar këtë për t'u zmadhuar duke blerë territore, duke shmangur, po themi, atë pjesën e luftës me fqinjët, ose me ata të cilët kishin territoret. Dhe 1860 kanë bërë ofertë, 1910 kanë bërë ofertë, prapë 1940 kanë bërë ofertë, 46 diçka e tillë, kanë bërë një ofertë tjetër. Në 50 prap kanë tentuar ose kanë bërë një kërkesë për ofertë. Pra gjithmonë ka qenë kjo ideja e arsyeja që detyron Trumpin të futet në këto përplasje, po themi, që mund të shkojnë edhe në pikën asaj që tha Klini, skenaret. Ka një diferencë tani me traktatin pavarësisht se Trump thotë nuk ka kuptim, thoshte, një nga deklaratat e hershme Trump ose para një jave ishte që nuk ka kuptim, thoshte, që ti zbarkove disa varka para një vark, po. Zbatove një vark, po. Para 500 vjetësh. Para 500 vjetësh si të quhesh që je pronar. Që kjo ka dy probleme. Problemi i parë është që vetë europianët vajtën në SBA me ca varka, domethënë me i flaur, është pak a shumë një periudhë. Me i flaur. Dhe e dyta punës pastaj ka të bëjë edhe me faktin që Shtetet Bashkuara të Amerikës me traktatin kur janë shitur ishujt Virgin në 1917, Danimarka ka pasur dhe disa ishuj në paqësor, mbretëria e Danimarkës. Dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës ja kanë bler këto ishuj Danimarkës, janë bler me dhe në ato traktat që kanë lidhur njofin dhe sovranitetin mbi Groenlandën të Danimarkës. Kështu që edhe me letër e kanë shkruar që unë njoh sovranitetin tënd. Kështu këto deklaratat e Trump janë pak. Për çfarë mendon se Trump? Atëherë, ideja e Trump ishte luftë. Po tani për të dhënë kontekstin e ngjarjes në Groenland gjatë luftës totë ka pasur 17 baza amerikane të përhapura në ishull, në të cilën kanë qenë rreth 10.000 ushtarë amerikanë. 10.000 ushtarë amerikanë në Groenland? Në Groenland, gjatë kohës luftës totë, në vitet 50 ca e mbrapa. Kuptoj. Dhe me kalimin e kohës, filluan pastaj edhe duke u zbutur tensionet, po edhe duke ndryshuar teknologjia. Pra, në fillim në Groenland i ke pasur bazat e B-52-shit, ose B-47 që ka qenë bombarduesit amerikanë. Tani me kalimin e kohës, bombarduesit filluan të merrin distanca më të gjata. Tani për shembull është B-2-shi, i cili i ka, po them, është në Amerikë, pra nuk ka nevoja që tani që të jenë aq afër Rusisë apo aq afër sepse mund të nisen Shtetet Bashkuara të Amerikës. Dhe radarët për shembull në fillim duhet të ishin çik më aty afër, tani mund të jenë në një vend tjetër. Pra, duke ndryshuar teknologjia në një farë mënyre, i njëjti funksion që kryhet duke që mbajtur trupat aty mund të kryhet duke kryer në vende të tjera për të cilat është më lehtë mirëmbajtje. Sepse problemi ishte gjithmonë mirëmbajtja. Ti, të gjithë ata ushtarë që ishin aty, 10.000 ushtarë, ti duhet t'i mbajë me ushqime, me gjëra, me furnizime, pra dhe e gjitha kjo duhet bërë në një terren në të cilin shkojnë temperaturat -40. Pra praktikisht zëre se kishte çuar një ekspedit në polin e veriut me 10.000 veta dhe duhet t'i mbajë vazhdimisht me bukë. Dhe jo vetëm që duhet t'i mbajë vetëm me ushqime, po çfarë do lloj pajisje aty duke qenë në temperatura ekstreme. Prishte shpejt dhe kishin nevojë për mbajtje. Kjo ishte arsyeja që Shtetet Bashkuara të Amerikës dalë e zbutën këtë prezencë, pra na 10.000 që ishte kulmi për shkak kostës. Në 1990-ën kur ndodhi kjo ishte 3.000. Ishte 3.000 dhe tani ngelën 300 sa ushtar. Pra na 10.000 që kanë qenë në fillim, në 1990-ën ishin 3.000, tani ishin 300 ca, të cilët janë vetëm në një bazë të vetme. Bazat e tjera u lëshuan Groenlandës dhe i thanë që mund t'i përdorosh ti Groenlandës. Ose kanë gjetur. Pra, dhe kjo gjë danezët për shembull nuk ishin kundër që në fillim thoshin ato bazat që keni pasur mund t'i përdorin prapë. Danimarka ka qenë gjithmonë e hapur ndaj idesë, pra nëse Danimarka nga vendet skandinave është vendi më pro-amerikan. Po, edhe nga vendet e Balltikut është vendi më pro-amerikan.
Dhe Danimarka është në ata të cilët i ka thënë Trump që mund t'i përdorësh bazat pra pa ndonjë problematik madh, nëse është sidomos nëse është dhe në kuadër të NATO, sepse normalisht shikohet edhe si mburoj edhe për NATO-n. Jo vetëm kaq, por ka thënë që mund të shfrytëzosh edhe mineralet e rralla. Pra, merr një firmë amerikane dhe mund të futet aty. Problemi janë kostot. Deri në këtë moment, janë kostot që janë jashtëzakonisht të larta. Trump tani tentoi në fillim të presioni Trump ka qenë maksimal, duke lënë të hapur dhe mundësinë e përdorimit të ushtrisë. Shkuan në trupa europiane. Për ta friksuar Danimarkën dhe Groenlandën, për ta detyruar që të kishte një farë zgjidhje diplomatike për ta shitur, ose sikur vetë trupi vetë qeverisës i Groenlandës, se Groenlanda është vetë qeverisë, të shpalte një farë, po themi, pavarësi dhe pastaj një bashkim me Shtetet Bashkuara. Kjo ishte loja e Trump. Presioni që ishte për ushtrin ishte pikërisht për këtë gjë. Tani në çpikë jemi Endri. Në këtë pikë Trump ushtrinë e kishte të vështirë ta përdorte, 90% e amerikanëve ishin totalisht kundër përdorimit të 17% vetëm ishin pro. Jo, 90% e amerikanëve ishin totalisht kundër përplasjes me çfarëdo lloj shteti evropian për Groenlandën. Ushtarakisht, me kam fjalën. Për të bler është tjetër gjë, por për plasë ushtarake nuk e donte. Dhe për më tepër janë dhe zgjedhjet që janë në fund të këtij. Dakor, po. Se duhet ta kaloj Groenlandën tani. Dhe normalisht në këtë kuadër Trump nuk është se mund ta përdorë ushtrinë, sepse mund të kalonte pastaj edhe në impeachment, pra shkarkim, akuza për tradhtik kombëtar e tjerë, sepse godet aleatët, pra hap luftë me aleatët pa atje. Pra në këtë kuadër Trump e pa bëri presionin maksimal, danezët rezistuan, Groenlanda vetë rezistoi dhe u kthye tek ajo marrëveshje që normalisht mund të ishte bërë që përpara një viti pa një bujtë madhe. Pra gjithë ky presion që ka qenë Trump deri tani, ka qenë një presion, si përmbledhje, një presion i cili është bërë herë më parë edhe nga Shtetet, për ta blerë si territor. Diferenca e Trump me presidentët e tjerë përpara ka qenë fakti që unë mund të përdor dhe ushtrinë për ta bërë. Groenlanda dhe Danimarka rezistoi, u rikthyen tek aty ku duhet ishte që fillim që para një viti. Klet, ndërkohë çfarë po ndodh besoj 10 minuta, çfarë po ndodh me Iranin, pse mendon se Shtetet e Bashkuara të Amerikës u tërhoqën nga ai momenti, sepse u diskutua që ka qenë një telefonate Netanyahut dhe refuzimi shumë shteteve në linjën e mesme që Shtetet e Bashkuara të Amerikës të godisnin Iranin. Ta godasin apo ta pushtojnë? Ta të futen në luftë me Iranin në rastin konkret. Atëre në gjithë vitin e kaluar ne pak a shumë dhe për arsye të rastit kemi monitoruar konfliktin dhe ajo çka kemi parë ka qenë kjo. Kapaciteti, do të thënë, projektimi ndërkombëtar i regjimit iranian është ulur në mënyrë drastike në lindjen e mesme. Nuk ka një krah operativ që është Hezbollahu, nuk ka një shtet të cilin e përdorte siç është Siria dhe ka një organizm Houthit në Yemen, cilët po ashtu janë gati thjesht të paralizohen. Në Irak nuk ka mbështetje shumë të madhe, ose më saktë shitet e Irakut nuk janë shumë të prirur drejt një lloj konfliktualizimit të situatës. Për këtë arsye, regjimi iranian për momentin është i izoluar nga pikpamja ndërkombëtare. Kjo është pak a shumë skema. Brenda është i dobët. Po shkojnë avionë, shikojmë nëpër media ndërkombëtare që një sekondë, ndërkaq brenda regjimi është përballë me një pakënaqësi popullore. E shtypi arriti të mbijetonte, por ajo është një lloj plagë e madhe e cila mund të hapet në një moment të dytë. Në këto lloj konsideratash, është më mirë një regjim i cili e vun krizën e vet politike për brenda, sesa si thosh ndryshim regjimi i cili ti nuk e di se çfarë orientimi ndërkombëtar do të marrë. Konsiderat tjetër shumë e rëndësishme. Në rast se ti i kthesh pak historisë, ishte në 2004, 2005, më e rëndësishme që të rrëzohej regjimin e ajatollahëve në kohën kur Rusia ishte dobët, Kina nuk ishte këtë projektim që ka sot, sesa të rrëzoje regjimin e Saddam Husseinit. Bile duke pas dhe regjimin e Saddam Husseinit si aleat, po të themi. Shtetet e Bashkuara zgjodën të rrëzonin Saddam Husseinin, sepse
efektivisht pushtosh Iranin është një sipërmarrje e pa imagjinueshme. Është sipërmarrje. Po nuk kupton që tani më që Rusia dhe Kina nuk janë ato që ishin më përpara, kjo e bën të vështirë. Gjithmonë, në çfarëdo lloj konsiderate, unë nuk di sot ndonjë general amerikan në shtab mund të kesh një plan për pushtimin e Iranit, por kostot dhe përqendrimi i forcave do ta çfazonte komplet aparatin e sigurisë. Nuk ja vlen barra që Iran të pushtosh një vend i cili ka 80-90 milion, 100 milion banor, me cilin ti nuk e di se si të reagoj popullsia. Kura më e rëndë se Ilaçi, se Endri, si e shikon situatën në Iran, çfarë mendon se do të ndodhë, pak a shumë çfarë prodhuan protestat, pse u tërhoq SBA në kuptimin e një vendimi për të goditur, ndërkohë vendimi për të afruar trupa rreth e qark Iranit vazhdon të jetë në fuqi, sepse disa aeroplambajtëse, 2 apo 3 aeroplambajtëse arrin nesër me që lexova nëse nuk gabohem, ndërkaq kemi avion rus edhe kinez që njoftohet se kanë gjatë gjithë kohës po ndihmojnë me mbështetje logjistike Iranin. Pra, si e shikon këtë konflikt? Do të shkojmë drejt një përplasje, apo dhe nëse shkojmë drejt një përplasje, çfarë do të prodhojë ajo, apo do të vazhdojnë mbetemi tek teza që tha Kledi që mbase sipas kalkulimeve rënja e regjimit mund të konsiderohet diçka që mund të prodhojë një destabilitet për lindjen e mesme. Mund të prodhojë destabilitet në kuptimin e asaj që mund të ndryshojë komplet situata dhe konfigurimi politik në rajon. Kjo është arsye pse vendet si Katari ose Arabia Saudite nuk duan që të ketë ndryshim regjimi në Iran. Është mirë që Irani të jetë ashtu siç është, mundësisht i dobësuar, pra që mos jetë aq agresiv ndaj Çinës, po që të jetë ashtu siç është, sepse kemi një armik të jashtëm. Kemi pra shiitët, që është ndarje e vjetër, domethënë midis muslimanëve dhe konflikt që është, po themi 1400 vjeçar tashmë, në të cilin sunit dhe shiitët përplasen për dominim në atë rajon. Kështu që një armik i jashtëm i dobësuar më shërben mua edhe për të qëndruar edhe për të legjitimuar si qeveri në sytë e popullsisë time. Do ishte ndryshe pastaj sikur aty të kishte një Iran i cili do ishte demokratik. Një Iran demokratik si shahu do ndryshonte gjithë konfigurimin politik në rajon dhe do të detyronte pastaj edhe këto vende të tjera që tashmë nuk e kishin më këtë përplasjen midis sunive dhe shiitëve, po të kishin presionin për reforma dhe demokratizim brenda vendit të tyre. Dhe kjo do i bënte monarkitë e Gjirit që të ishin pak më, pra do ishin në një presion të brendshëm. Rolin e Rusisë dhe Kinës, Endri. Dhe kjo është arsyeja pse mund shkojmë më tutit ata, pa në vendet e rajonit nuk është se ka qef që të ketë një ndryshim të Iranit. Nuk e kanë qef Iranin, e kanë kundërshtuar, janë përplasur, por duan që të jetë ashtu siç është, po i dobësuar. Por jo që të jetë demokratik dhe të jetë perëndimor në botë kuptim. Nuk e duan, të bëj një ndryrje tjetër, një ndryrje të vogël. Irani është dobësuar me rrëzimin e shahut, pra ishte izoluar, më tepër sa dobësuar. U izoluar kur para se të vinte shahu, ishte një nga aktorët më të rëndësishëm politik në rajon, i vetmi vend i cili Shtetet Bashkuara të Amerikës i kanë shit edhe avion cilët nuk kanë shit njeriu, pra dhe teknologji. Me rënien e Iranit Irani u dobësua dhe Irani ka ngrit Irani ka ngrit profilin ndërkombëtar vetëm nga gjysma e dytë e luftës së ftohtë, duke përdor proxy, duke konsoliduar proxyt dhe ka qenë i rëndësishëm vetëm në 15 vjetët e fundit. Pra, vendet nuk e duan, pra ato që janë nuk e duan që një Iran aty të jetë Iran demokratik me vlera. Pse ishte kjo, cila ishte arsyeja? Arsyeja pastaj se fillon do ketë presion mbi ato, sepse Irani ka qenë monarki kushtetuese, pra ka qenë në një farë mënyrë, kurse këto janë monarki absolute, vendet e Gjirit, Arabia Saudite, Katarit e tjerë janë monarki absolute. Dhe një monarki kushtetuese e ngjashme po themi me Britaninë, në cilën
Është model më i avancuar. Është model më i avancuar në të cilin dhe njerëzit që janë poshtë kërkojnë që të kenë pjesë në pushtet. Pra, populli poshtë thotë mos vendosi ky për gjithë apo dua dhe unë të jemi përfaqësuar nëpërmjet. Dhe kjo do ishte presion mbi monarkitë absolute të gjirit që të demokratizoheshin në një farë mënyre. Kjo është arsye që nuk duan një Iran të tillë. Rusia dhe Kina ende që ta mbyllim se për sa i përket Iranit. Po. Irani është jashtëzakonisht keq nga ana ekonomike. Për dënë iden, Irani dikur kur ka qenë shau, 79-ën, vlera e shkëmbimit, Irani me reale, se ishte shumë i ngjashme në Shqipërinë, ishte 1.70. $1 ishte 70 rial. Edhe Shqipëria aq ka qenë 1.70 lek, ka qenë dollari në atë periudhë. Po. Sot Irani e ka $1 me 1.500.000, 1.600.000. Ka një krizë thellë ekonomike. Dhe GDP-ja për frym ka ngelur një lloj si në 79-ën. Pra është një lloj sikur Shqipëria të ngelte 1990. E diskutojmë, por nuk kam kohë. Dhe kjo e ka bërë që trazirët aty të jenë jo vetëm për pjesën politike, po të jenë dhe për pjesën ekonomike. Sepse janë realisht sikur sot të ishte, po themi, një ekonomi tjetër, pra të kishte vazhduar me ritmin e shahut. Ekonomia e Iranit nuk do ishte 300 miliardë ose 400 miliardë, po të ishte 3 trilionë. Për Rusinë dhe për Kinën, se thamë për vendet e gjirit janë interesuar. Rusia dhe Kina kanë interes që të ndryshojë. Nuk janë interesuar që të ndryshojë, sepse Irani është pjesë e BRICS-it. Pra, në kuptimin e rreshtimit, jo vetëm ekonomik, po edhe ushtarak dhe politik me vendet si Rusia dhe Kina. Dhe kjo është arsye që tashmë, ndërkohë që Shtetet Bashkuara të Amerikës janë duke ofruar grupin goditës Abraham Lincoln në Oqeanin Indian, njëkohësisht avion transportues rus dhe kinez janë duke transportuar mallra për të cilat nuk dihet sepse janë mallra sekret. Pra dihet që janë avion ushtarak dhe po çojnë aty. Dhe kjo të jep përshtypjen që në Iran do ketë një përplasje. Do ketë të jep përshtypjen sepse palët parafron nuk I jep urdhër kod dikush një aeroplan mbajtje për të lëvizur nga deti I Kinës të jugut, ku ishte grupi një përplasje dhe çfarë skenari mendon sepse në të njëjtën kohë që trupat, po themi, pra ka transport logjistik nga ana e Rusisë dhe Kinës në Teheran me avion ushtarak, në të njëjtën kohë ke përqendrim të avionëve cisterna rreth rrotull. Po. Ke njëkohësisht afrim të grupit goditës Abraham Lincoln dhe njëkohësisht ke afrim edhe të transportit logjistik në Izrael për raketat për bateritë Patriot. Pra, po mendohet që mund të ketë një goditje. Pra, gjithçka që shikon nga ana ushtarake të jep përshtypjen e një goditjeje të mundshme të Iranit në që mund të jetë në momentin kur grupi të pozicionohet dhe gjithë palët të pozicionohen mirë në rajon me resurset e veta. Goditja në Shtetet Bashkuara të Amerikës nuk ndodhi. Që goditja në Shtetet Bashkuara të Amerikës nuk ndodhi para një jave sepse nuk kishte resurset mjaftueshme në terren për të kryer një goditje. Goditja që do ndodhi, kë do ketë si objektiv? Objektivi ushtarak. Objektivi ushtarak është në kuptimin e goditjes së infrastrukturës ushtarake. Pra, ajo që mund të shikohet është një fushat ala siç ndodhi në rastin e, po themi, luftës me Izraelin, në të cilën Shtetet Bashkuara të Amerikës mund të marrin kontrollin e hapësirës ajrore, atë gjë që I bën dhe Venezuelës, dhe duke pasur kontrollin e hapësirës ajrore, çfarëdo lloj kolone, po themi, që mund të niset pastaj për të goditur protestuesit, mund të goditet në ajri. Pra, ideja është që pritet një lëvizje e popullit për të kryer këto veprime, sepse sulm ushtarak me trupa një komsoria skenar si Sirisë endre si e shikon? Një skenar si Sirisë është I vështirë për të ndodhur në kuptimin që grupet armatosura, grupet armatosura të xhihadistëve të ISIS-it e tjerë përdoren siç u përdorën në Siri. Kjo është kriza më e madhe që ka kaluar ndonjëherë regjimi iranian I ajatollave. Kjo është kriza më e madhe. Kjo është kriza më e madhe në absolutisht. Dhe për Donald Trump është rasti I artë që t'i heqi një aleat Kinës, sepse Kina është blerësja kryesore e naftës të Iranit, që është në çmimtir. Dhe nëse heq një aleat të tillë Kinës, po njëkohësisht ja heq dhe Rusisë, se mos harrojmë që fatikisht është duke furnizuar Rusinë akoma, domethënë regjimi iranian me dron Shahid që godit Ukrainën, pra duke hequr këtë dhe duke kaluar
po themi nën kontrollin amerikan, është në një farë mënyrë ajo strategji që ne po shikojmë për që po ndodh. Pra, strategjia që po bën Trump deri tani është strategji kundër Kinës. Venezuela ishte kundër Kinës. Panamaja ishte kundër Kinës, sepse kalonin ishin firmat kineze që kishin marrë kontroll e Panamat. E njëjta gjë Venezuela. Çdo gjë lidhet me izolimin e Kinës. Çdo gjë, edhe Irani në një farë mënyrë prapë është i lidhur me Kinën. Dhe po ti vësh goditjet që po ndodhin në këto momente, janë gjitha në funksion të izolimit të Kinës, dhe largimit të aleatëve dhe kapjes së atyre që janë rezerva energjetike. Lufta që po bëhet tani është luftë për energjinë. Brezat e rinj që do jetë, domethënë parashikohet që kërkesa për energjinë të trefishohet në 10 vitet e ardhshme për shkak të përdorimit të inteligjencës artificiale, robotëve dhe këto tjerë. Dhe Amerika duket sikur po pozicionohet në ato vende ku energjia është e madhe dhe është në duart e konkurrentëve të saj. Kështu që në këtë kuadër duket sikur do ketë një goditje të tillë. Një skenar sirian, sepse ajo që diskutohet apo që un kam lexuar nga komentues serioz është që mund të ndodhi njëjti skenar që ndodhi me Sirin, ku grupet armatosura të sponsorizuara sigurisht nga aleat të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në lindjen e mesme, të futen në Iran dhe të bëjnë të njëjtën, të realizojnë të njëjtin skenar që u realizua edhe dhe Khamenei të fluturoi drejt Moskës ashtu si Asadi. Si e shikon këtë? Irani është një shtet që deri ku multietnik, dhe për këtë arsye ai një pjesë popullsia azerbajdgjanase shumë të madhe. Dhe bile ka pasur pretendime nga Azerbajxhani për zgjerime, jo për zgjerim, por për pretendime natyrës territoriale. Besojmë nëse bëhet mbi këto baza e shoh, por problemi tjetër që shoh unë është ky, që ti fut me të vërtetë Iranin në lojë, pra mund të shkaktosh një konflikt civil, por do të jetë i përmasave 10 fish më të mëdha se sa i Sirisë. Dhe efektet e deflagracionit do të përhapen edhe në Irak. A është dikush i gatshëm, qoftë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, që të duroj po prap një skenar si ai siriako-irakian nga viti 2000 ca deri. E vërtet. Aja vlen prap bara Iran. Në mendimin tim, më e mira e mundshme ishte që regjimi është i dobët, le ta lënë të dobët. Në rast se goditet infrastruktura bërthamore ose tjerë, kjo mund bëhet. Dhe pastaj gradualisht aty mund të rritet fabrikat e ndërtimit të raketave hipersonike gjithashtu. Dhe pastaj presioni mund të rritet.